më të mëdha se gjitha dikasteret e tjera. Dhe natyrisht është të kuptueshme zgjatja e procesit në vetvete për shkak se palët kanë pretendimet e tyre, kanë argumentet dhe kundërargumentet, SPAK lexon kërkesën për vlerësimin e masave të sigurisë dhe miratimin e tyre në dijenin time deri tani, pra SPAK insiston që Belinda Balluku duhet të qëndrojë pezulluar dhe t'i ndalohet dalja jashtë vendit, që jetë si një kërcënim për provat dhe dëshmitarët për shkak të influencave dhe reputacionit të lartë publik dhe institucional që ka patur vitet e fundit me fuqinë, thot SPAK, që mund të ndikojë tek provat dhe dëshmitarët. Të gjitha këto janë rrethana që dërgojnë procesin në një le të themi maraton, sikurse ka ndodhur në fakt edhe për zyrtarë të tjerë të lartë shtetëror, ku kanë nisur në mëngjes dhe kanë përfunduar në orët e mbrëmjes, por me një përjashtim, duke marrë në konsiderat gjithë një numrin e të pandehurve dhe numri i të pandehur në këtë dosje, të paktën për momentin është i kufizuar në 3 persona, Gentian Gjyli, Eralde Lezi dhe Belinda Balluku. Duke pasur parasysh ato që ti the, provat, qëndrimet që kanë mbajtur palët deri tani, këmbguljen e SPAK për të qëndruar tek ato masa sigurie dhe kështu me radhë, ne nuk po paragjykojmë procesin, jemi totalisht brenda etikës, po ndërkohë dhe të ngrem një pyetje, a mund të dalë GKK sot me një vendim ndryshe? Çfarë s'mund të ndodhë dhe natyrisht merren parasysh të gjitha dhe nuk përjashtohet asgjë, sepse vlerësimi i masave të sigurisë bëhet në kushtet kur SPAK dërgon një material hetimor në gjykatë. Dhe SPAK mund ta shoqërojë këtë material dhe këtë kërkesë me veprime që kërkojnë nxitim pasi ndruhet prishjes së ndonjë prove apo ndikim